Përshëndetje, mirë se erdhët të gjithë, mirë se ju gjetat si çdo të martë. Me mua këtu, Pano Sokon. Qiko, java që lam pas ishte një javë e qetë. Me të njëjtat ngjarje dhe me të njëjtat personazhe. Lufta në Iran për shembull vazhdon si normalisht. Edhe ngushtica e Hormuzit vazhdon të jetë bllokuar si normalisht, me dy dryna. Si zakonisht, Kemi nga janë iranianët edhe nga janë amerikanët. Me qëllim që të jemi të sigurt që andej skalon asnjë pikë nafte. Ndërkohë, në vendin tonë çdo gjë vazhdon të jetë e qetë. Pranvera erdhi dhe rrezet e diellit duket se kanë sjellë një shkrefje totale të çdo gjëje dhe i vetmi që ngrihet në këtë vend është çmimi i naftës. Nga krau tjetër, jeta politike vazhdon po një lloj. Në reality show-n e përjavshëm që e ka emrin Parlamenti Shqiptar, vazhdojnë të dominojnë replikat e debatet mes konkurrentëve. Duket se virusi Zeqine është aty duke bërë kërdin, aq sa ka prekur edhe kabinetin qeveritar. Dhe për ta besuar këtë, dëgjojeni pak ministrin e Arsimit kur i duhet të përballet me një numër 5 shifror. Dhe kur ne kemi zhvilluar programin e zhvillimit profesional, 30.121 mësues. mësues. Po, shiko. Se sinqerisht se po kthehet në shqetësues ky fenomen. Tani, duhet filluar dhe duhet u marrë seriozisht me këtë punë. Shiko, na duhet një strategji për këtë, Nuk e di, t'ju bëjmë një kurs intensiv të mund që zgjat për sa kohë t'jenë deputet ose t'jenë ministra. Shumë, semestrin e parë fillojmë nga numërimi. T'i vëmë ta ministra e deputet, të numërojnë dhe në 1.000. Që të shojmë ku ngecin, ku nuk ngecin do të më përpara. Numërojnë ata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 121, 122, aty ku ngecin, t'ja japim të ty shpije, më këto ndërsa ta regulojnë. Dhe në fundë semestrit e dim që kemi ministra dhe deputet që dinë të numërojnë deri në 1.000 me zot lartë. Shtaritje. Natyrisht, si mesin tjetër e rrisim, shkojmë deri në 2.000. Në fund të vitit ju bëjmë dhe i provim, gjemë një problem shumë që me hile. E ke parasysh, Gimi ka 3 moll, i dha Mozës 1 moll. Sa moll ka Moza? Se është që ke vështirë për të kuptuar. Dhe kush del me sukses nga provimi, ja arrisim rrogën me 1 milion lek që t'i stimulojnë. Që qekë? Tu kemi halë. Sinqerisht që do t'ishte goxha strategji. Bile, unë them ta nisim me ministrin e Arsimit. Dhe vazhdojmë pastaj deri tek Zeqinea në fund. Se kështu është. Gjithsesi, pa shaka, e dini kush është një metodë si rregullohen këta që mos ngatrojnë shifrat? Që më besoni funksionon 100%. E dini? Vëjni fjalën euro pas numrit dhe të shikosh ti se sa mirë e lexojnë këta. Se kur janë kështu, 30.000 mësues, 700.000 pensionistë, 300.000 të punësuar, këta ngatrohen se s'ju andjen. Nuk andjen. Vëj fjalën euro nga mbrapa dhe të shikosh ti si e lexon kumbaro, 30.121 euro. Apo do ta lexoj 30.121 euro. Dëgjoni mua. Vëj fjalën euro edhe kumbaron e ke flak. Flak po tem, nuk ngatrohen si shifër. Zeqinea, flak, qikoshti, 300.000 euro, ti thoshu. Ti shka si goja. Se këtë e din mirë ta. Dhe e din nga e kanë kuptuar këtë. Se shoh këto dosje që dalin nga SPAK. Aty, këta që shohim që ngatrohen e që nuk din numrat, aty kthehen të gjithë në Einstein a molla. Ngatrohet njeri aty hiç. Zjarë janë aty. Ja, për shembull, e pat këtë javë pasuritë e sekuestruara të ish drejtoreshës së Akshit, Milinda Kaçanaj apo të Ergysa Gasit apo të Ermal Beqirit. I pat skemat që kishin përdorur. Ishin për manual korupcioni, vlla. Kaq të kuruara ishin sa që dhe SPAK-u, me gjithë ata ekspertë që kanë në dispozicion, ju desh goxha hulumtim për t'i zbardhur, se si shte haqe letë. Dhe me që jemi aty, sot kam vendosur të tregoj dhe ju, me fjalë të thjeshta, që ta kuptoni
se si funksiononte skema e përfitimit dhe si shkonte paraja publike. Nga buxheti i shtetit, tek shtëpia e Mirlindës, apo tek vera e Gysagasit, apo tek jahti i Ermal Beqirit. Natyrisht do të përqendrohem tek skemat më të zakonshme, pasi ato ishin dhe më të shpeshtat kur lexoje dosin aty, zakonisht ishin përdorur ato skema që përdoren kudo. Skema e parë drejt për drejt e përfitimit paras nga ana e Gysagasit ishte ajo e faturimit fiktiv. Një skemë gjithë përhapur kjo. Ngjashme është përdorur edhe tek inceneratorët e Elbasanit, tek AIFIR, tek inceneratorët e Tiranës, tek fondet e AZBZ-s, tek Saspaku, edhe në disa dosje të tjera që kemi lexuar gjatë kësaj kohe. Tani, si funksionon kjo skemë? Thjesht fare, zëre se nuk merr vesh fare nga faturimi, tregtia, ekonomia fare. E zëm se Akshi do të jepte një tender për një shërbim. Po ja vëm emrin kod, mirëmbajtje serverash, po e marr emrin kod fare. Shërbimi quhet mirëmbajtje serverash. Shërbimi në vetvete ka një kosto, po themi 1 milion euro. Qa do të thotë që shteti të ta duhet a kishte blerë si çdo kusht tjetër këtë shërbim për 1 milion euro. Pra 1 milion euro kushton puna, pajisjet, punëtorët, fitimi i kompanisë e tjerë. Normalisht do të duhej që tenderi ndershmërisht, po flasim, do të duhet të kishte një vlerë për 1 milion eurosh. Po çfarë ndodhte? Lidheshin këta kokat. Dhe tenderit i vendose një fond limit disa herë më i lartë se sa 1 milion euro. Në këtë rast po e themi 2 milion euro. Pra puna kushtonte 1 milion euro. Këta vendosin fond limit, që do të thotë lek në disponim për të bërë 2 milion euro. Sepse do të kuptoni që shteti operon nëpërmjet fondeve limite. Çfarë thotë? Për të blerë këtë shërbim, sa lek më duhen paraprakisht. Pastaj futem në garë. Por bën një matje të parë një herë, që quhet fondi limit. Sa shkon me parafërsi, thotë. Edhe merr teston në treg, sa bën një, sa bën kjo, sa kushton kjo, sa kushton ajo, sa kushton ky shërbim, sa kushton ky ball, bën vlerën dhe nxjerr ato që quhet fondi limit. Më kupton? Pas kësaj futet edhe në garë. Dhe pasi ishte përcaktuar fondi limit 2 herë më i lartë, tenderin e fitonte një kompani që ishte paracaktuar tash, nga treshja Gysagasi me Ermal Beqirin dhe me këtë Mirlinda Karçanaj. Dhe le të themi që e fitonte kompania First. Një kompani tjetër në fushën e IT-s. Tani, kjo kompania, pra Firsti, duhet që të mbante për vete vetëm 1 milion euro të punës, që ishte kosta e punimeve, që duheshin bërë, se 1 milionshin e tepërt, duhet të t'ja kthente të Zotit, pra duhet t'ja kthente Gysit, Ermalit, Mirlindës, se ata ishin ata që e kishin caktuar se kush do ta fitonte tenderin, që e kishin bërë këtë fitues. Jo gara, e kishin caktuar këta. Do fitoj filani. Dhe ja kishin dhënë filanit. Firstit në këtë rast. Por pyetja që lind është, mirë 1 milion euro të veta do t'i merrte ky. Po si do i kalonte 1 milion euro të tepërta Gysit me Ermal Beqirin dhe me Mirlinda Karçanaj, si e bënte që ja kalonte? Dhe tu fillon gjithë skema. Gysi nëpërmjet kompanisë së tij i faturonte shërbime fiktive kompanisë që kishte fituar tenderin. Dhe rrjedhimisht këto fatura i paguheshin kompanisë së Gysit nga kompania First që ka fituar tenderin. Tani, çfarë janë fakturat fiktive për ata që se dinë? Janë fatura që priten kot. Sa për të justifikuar kalimin e parave në bankë. Tani do të pyesni ju, çfarë ndodh do të thoni ju? Pse do të presi fatura kot? Çfarë ndodh nëse lekët ja kalojnë Gysit drejt për drejt për shumë, pa faturë? Fare. Ka marrë 2 milion euro tender, 1 milion më bën puna, 1 milion euro na merri në llogari bankare. Tani kjo është e pamundur për të realizuar. Sepse kjo lë një shenjë, një gjurmë, një evidencë që shkakton një alarm te institucionet që nga banka e deri tek vetë prokuroria. Sepse edhe banka e bllokon për shkak se nuk ka një dokument që të justifikojë pagesën, tani pse po ja jep ti to 1 milion euro? Se do një farë arsyetimi, çfarë do thosh, ja kam fal. Sta blen banka këtë. Sta lejon, fillojnë bubrojnë ato institucionet andaj. Më kupton? Kështu që duhet një dokument justifikues. Dhe në këtë rast, dokumenti justifikues ishte fatura. Gjithmonë banka kur shikon një faturë, thotë kjo faturë do likuiduar. Sepse është në tagrin e dokumentit fiskal i cili patjetër që të duhet të ezauruar dhe në fund. Do thoni ju, po,
mirë më dakord, po ai kontrollon institucionet. Se ai ishte në krye kështu me bekimin e Ramës e të tjerë. Kuptoni këtë gjë. Mbrojtja nuk bëhet vetëm për sot. Bëhet edhe për nesër, që nuk do jetë Rama. Prandaj të duhet që të punosh që sot, që kur mos jetë Rama nesër mos të kapin, se mirë sot i kontrollon. Po nesër, ato gjurmët janë aty, faturat janë aty. Por gjithsesi, që të kthehemi te skema. Ligjërisht faturat, për ta kuptuar, priten për mallra apo shërbime që kryhen. Pra, nëse unë të shes ty 1 kilogram mollë, për këtë të pres një faturë dhe të sjell dhe mollët. Ti merr faturën dhe shkon në bank dhe më bën pagesën e mollëve. Por pasi i ke marrë mollët, pra duhet të marrësh mollët një herë dhe të më bësh pagesën. Ky është rasti i një faturimi normal. Në këtë rast, faturat priteshin fiktivisht sepse mollët nuk shkonin fare. S'kishte mollë fare madje. Thjesht në letra deklaroheshin sikur mollët kishin mbajtur, shërbimi ishte kryer, nuk e di, mjetet kishin kaluar, pritej fatura dhe bëj pagesa. Por realisht, as shërbime kryeshin, as mjetet nuk kalonin, as pajisje nuk shkonin. Faturat fiktive zakonisht priten për shërbime. Sepse shërbimet janë vështirësisht të verifikueshme. Për shembull, për shërbime konsulence, apo shërbime të tjera të ngjashme që është pak e vështirë të provosh që janë bërë ase jo. Më kupton? Pra hajde gjeti, a e ka këshilluar kompania e Gysit të kompaninë First apo jo? Ndërkohë ajo i ka prerë faturë për konsulencë. Dhe në këtë mënyrë kompania e Gysit i faturon dhe kompanisë vlerën e rënda akord, pra atë të tepërtën, atë 1 milionshin. Dhe në këtë mënyrë, grupi puset e xhepi lekët që kishte taks për veten që kur kishin përcaktuar vlerën e tenderit. E keni parasysh, kishte taksur 1 milion euro. Puna bënte 1 milion, ata e vun 2 milion, se 1 milion do e merrin për vete. Dhe kështu e bërin edhe çështjen e shpërndarjes së parave. Skema tani në disa raste komplikohet edhe më tej se kaq. Për shembull, Gysi nuk fakturonte fiktivisht direkt kompaninë. Kompaninë First, si po marrim në këtë rast, ka fituar tenderin. Po një kompani tjetër që ishte e lidhur me pronarin e kompanisë që kishte fituar tenderin. Pra, tenderin kush e ka fituar? E ka fituar kompania First. Nuk ka fituar kompania First, e ka fituar pronari. Atëherë, për të na dhënë lekët, pronari, nuk kemi pse i faturojmë kompaninë që ka fituar tenderin se lëmë në gjurmë aty. I faturojmë një kompani tjetër, që s'ka lidhje fare me tenderin. Më kupton se kështu e ngatrojmë me çik prokurorinë, se ç'pun ka prokuroria me ne të dy që kryejmë transaksion nga krau tjetër. Më kupton? Prandaj komplikohet skema dhe më tepër duke zgjedhur një kompani tjetër që ka lidhje me pronarin që ka fituar tenderin, po jo me kompaninë, me emrin e kompanisë, po ka lidhje me pronarin. Sepse në thelb detyrimin nderin ja ke bërë pronarit kompanisë. Nuk ja ke bërë kompanisë, se kompania as ha, as pi, as merr frym, më kupton? Pronari është ai që ha, pi dhe merr frym. Kështu që nderin ja ke bërë atij, detyrim ta ka ai dhe nuk ja kërkon direkt te kompania që ka fituar tenderin, po te kompania tjetër. Dhe kjo ishte mënyra se si kalonin lekët nga buxheti i shtetit tek llogaria e Gysit, e Ermalit, se te Milinda do ndalim pak më tej. Sepse ndërsa lekët e Gysit kalonin lehtë, sepse ishte marrëdhënie subjekte private, skema komplikohej shumë kur lekët duhet kalonin, ose përfitimet duhet kalonin te Milinda. Sepse Milinda ishte funksionare publike dhe nuk përfitonte dot shumë të tilla nëpërmjet faturimeve, sepse nuk ka një kompani të vetën, nuk lejohet me pasi kompani të vetën, por edhe nëse dikush i lidhur me të, vllai, motra, baba etj, bie në erë. I ke qenë nga mbrapa direkt sapo të bëj një lëvizje të tillë. Kështu që format se si parat shkonin te Milinda ishin të tjera. Natyrisht përfitimet shkonin në 2 metoda kryesore. E para shkonin në kesh. Prokuroria ka zbuluar në dosje se në disa raste Milinda i merrte parat në kesh. Në disa raste madje brenda kutive të verës. Do të thonë, kutia e verës në fakt nuk kishte shishe vere brenda, po kishte para. Këtë thot prokuroria dhe ne ka bërë të ditur te dosja. Forma tjetër pastaj, përveç keshit, është pak më e komplikuar. Dhe bëjnë nëpërmjet pasurive, për shembull, si tip shtëpi apo makine.
Në rastin e makinës, sipas asaj që shpjegon prokuroria, ishte ndjekur një formë e tillë. Makina blihej nga një prej kompanive që kishte fituar tenderin, ose një kompani e lidhur me atë që ka fituar tenderin. Siç e thash, një pronar ka disa kompani, kështu që mund ta blejë një tjetër. Por që të mos binte në sy që Milinda po përdorte një makinë të një kompanie apo të një pronari kompanie që kishte fituar një tender nga institucioni që ajo drejton, kompania e rishiste këtë të njëjtën makinë me një vlerë më të ulët tek një punonjës tjetër i kompanisë, të cilit gjoja jepe një borxh nga kompania dhe me atë borxh ai blende makinën. Tani, pasi shiste te punonjësi tjetër, kjo kalon edhe i dorë të tretë shitje. Tek një person tjetër, që s'kishte lidhje me këtë punë. Tani, pse do thoni ju? Gjatë gjithë cirkuitit të shitjeve, zinxhirit të shitjeve, aty ulej vlera. Për shembull, kompania që kishte marrë makinën që përdorte Milinda, kishte blerë atë rreth 40.000 euro. Në fund të zinxhirit të shitjeve, pra ble kompania, shitej kompani tjetër, shitej një person tjetër, që në fund shkoi te Milinda, nga që kishte pas kaq shumë transaksione, vlera kishte vajtur deri në 9.000 euro, se të gjithë kishin shit me vlerë më të ulët. Më kupton? Ndërkohë që makina nuk ishte përdorur, sepse të gjitha këto shitjet e zinxhirit janë kryer në një periudhë shumë të shkurtër. Pra makina nuk ishte pse humbte vlerën. Po si t'ja ulnin vlerën për t'i bërë nder kësaj, më kupton? Që mos t'i merrin shumë lekë sepse i duhet të paguanin, duhet paguanin për nderin që ju kishte bërë, që ju kishte dhënë tenderin, e kuptoni? Këta kalonin një zinxhir shumë të madh shitje blerjesh dhe kushdo që shikonte letra thoshte, është bler 4-5 herë kjo, tani e ka dhënë vlera, më kupton? Ndërkohë që efektivisht ajo ishte përdorur shumë pak si makinë. Vlera kishte mbetur po e njëjtë. Më kupton? Dhe këtu përdorej kjo metoda e zinxhirit të gjatë të shitjeve, të cilat ulin vlerën. Shit nga njëri te tjetri, nga 39 u shit 20, nga 20 u shit 10, nga 10 u shit 9 në fund fare. Pra erdhëm nga 39 në 9. E kuptoni? Janë 30.000 euro. Makina nuk ishte humbur vlerën 30.000 euro. Thjesht zinxhiri i shitjeve bënte të dukej sigurisht kishte humbur vlerën. Dhe kështu Milinda e merrte dhe e përdorte makinën ndërkohë duke qenë me letra jo në emër të saj. Gjatë gjithë kësaj kohe që kryej zinxhiri i shitjeve. Pasi kalonte një periudhë shkurtër kohe dhe makina kishte kaluar të gjithë zinxhirin e shitjeve, ky personi që kishte me letra ja shiste më në fund Milindës, ja shiti më në fund Milindës me një vlerë goxha më të ulët, duke pretenduar se natyrisht ka kaluar zinxhir shumë të madh shitjesh, makina presupozohet të jetë amortizuar edhe të tjerë. Dhe prandaj ka humbur vlerën. Dhe kështu Milinda ishte e mbuluar sepse problemi është në deklarimin e pasurisë, do deklaronte një makinë, ajo i duhet ta deklaronte një makinë të lirë, që mos ngritet dyshime, ku gjetë lekët. Nëse është e lirë, okay, ke blerë makinë të lirë. Por nëse ajo është e shtrenjtë, atëherë do ngritet dyshime, kështu që i duhet ta blende me makinë, ta blende me një çmim të lirë dhe ta deklaronte tek ILDKPI-ja me një vlerë sa më të lirë. Dhe kështu kryhej përfitimi, duke e marrë makinën në fund emër të saj me vlerë sa më të ulët. Dhe kështu mundohesh të mbulonin rishfetin që kishte marrë ajo nëpërmjet pikërisht blerjes së makinës, nëpërmjet vlerës së makinës. Tani, edhe më shumë e komplikuar se sa kjo, ishte dhurimi i shtëpive. Këto deri në fund nuk kaluan asnjëherë në emër të Milindës vetë. Por thjesht ato përdoreshin prej saj. Pra, kjo ishte pronare faktike e tyre. Dhe në këtë rast, lekët për blerjen e shtëpisë paguheshin nga kompanitë që fitonin tenderat. Por ato nuk e blenin shtëpinë në emrin e tyre drejt për drejt. Sepse ashtu do të binin në sy. Ato përdorin persona të tretë, që s'kish asnjë lidhje as me Akshin, as me tenderat, as me Milindën. Në një rast madje, gjeti një person që ishte aq i pamundur ekonomikisht, sa që i shkreti në prokurori kishte deklaruar që nuk kishte asnjë të ardhur. Dhe kishin ardhur një shumë simbolike parash në këmbim dhe kishin përdorur identitetin për të blerë një shtëpi në Qerret. Ndërkohë që ai zotëria në fjalë deklaronte se nuk ishte qenë asnjëherë, jo në Qerret, po s'kishte qenë asnjëherë në Durrës. Imagjinoni. Ai kishte pasur para mjaftueshëm për blerë një shtëpi në Qerret. Po çfarë kishte ndodhur? Kompania që kishte fituar tenderin i kishte dhënë me letra borxh një punonjëse së vet për të blerë
një shtëpi me vlerë 167.000 euro. Më pas, punojësja e kompanisë e kishte shitur tek zotëria që përmendëm më lart që s'kishte qenë asnjë në Durrës për vlerën prej 100.000 eurosh. Pra, shikoni se si me zinxhirin e shitjeve fillon edhe bie vlera e pronës. Sepse ky është qëllimi, që prona të marrë një vlerë sa më të ulët, që kur ta marrë zonja në fjalë, të thotë ja, bleva një shtëpi që kushton 30.000 euro. Ndërkohë që shtëpia në fillim fare ka kushtuar 200.000 euro. Po bëhen të gjitha këto manovra që të shkoj tek kjo vlerë. Zotërisë në fjalë, për shembull, ky i pamundur, me emrin Ram Basha, i kishin dhënë borxh. Dhe me lekët e borxhit që i kishin dhënë, ky kishte bler shtëpinë dhe kishte në emrin e vet. Ndërkohë që Milinda shkonte dhe jetonte tek shtëpia që ishte në emër të Ram Bashës, të zotërisë në fjalë, që natyrisht pas kalimit të kohës, dhe ndoshta mes ndonjë shtese zinxhiri në fund, do t'ia shiste Milindës me një vlerë shumë më të reduktuar, për të cilën ajo natyrisht as atë s'kishte për ta paguar, po thjesht do ta deklaronte me atë vlerë në lidhje të KPI, sepse as atë s'do kishte për ta paguar asnjëherë. Pra, skemat që janë përdorur kanë qenë të gjithashme. Kush është qëllimi, do thoni? Është komplikimi dhe kalimi në sa më shumë duan njerëzish pa lidhje me sektorin, pasi kështu do të mund të ulnin vlerën e pronës në rastin kur kalohet pronë, dhe si e tillë, ajo do të kishte mundësi që të deklarohej, sepse do të ishte me vlerë të ulët. Njëkohësisht, duke kaluar në hallka të shumta zinxhiri personazhesh jo publik, personazhesh që nuk kanë lidhje me industrinë, aty edhe prokuroria, provat e prokurorisë do psohet shumë. Sepse prova e prokurorisë del nga zinxhiri i interesit dhe rifutet prapë në zinxhirin e interesit. Tani kjo është pak e vështirë për të provuar përpara gjyqtarit. Gjithsesi, unë do të merrem pak më gjatë me mënyra se si kalohen paratë e vjedhura nga një vit tjetër në një emision tjetër, sepse është shumë interesante, ka shumë forma nga më të ndryshmet. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi me një temë tjetër për të cilën do të zgjatem pak.